Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi aksionin e përbashkët të SPAK-ut antimafjas italiane kundër rjetit trafiku ndërkombëtar të drogës me qendër në Durrës. Në një konferencë me gazetarët, Berisha falenderoi antimafian italiane, por jo SPAK-un, duke deklaruar se operacioni u dekonspirua. Porti është dorëzuar Troplinit. Ndaj dhe u njoftua Tikaj. U njoftua. Nuk them tha generalitete. I kemi sekret. Po që sekret ke janë topi? Ke shku ke arrestuar pastrusit dhe shoferit. Na thuj pak, kush e njoftoj pojen? Kush e njoftoj që iku? A ishte patroni i portit dhe në aty ishte zgjedhje i të gjithave. Në këtë komunikim me gazetarët, Berisha denoncoi procesin e votimit të diasporës në Greqi, duke treguar edhe zonat ku Partia Socialiste ka fituar me 97%. Zarfat, votat, nuk u mbushen nga qytetarët e regjistruar, por ato në mira prej tyre u plotësuan nga patronazhistët të dërguar nga Tirana, nga punojës apo ish punojës të ambasadave dhe solli një manipulim të dalë jashtë kontrolli. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha përsëriti se opozita nuk do ta njohë rezultatin e 11 majit. Zgjedhje të tilla nuk mund të pranojmë. Kur? Dhe nuk mund ta imponoj kush ne të pranojmë këto zgjedhje. Ndërkaq që ekspertët e Partisë Demokratike kanë hartuar një raport me shkeljet e pretenduara në zgjedhjet e 11 majit, i cili është shpërndar në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dokumenti është shpërndar nga kompania e lobimit Continental Strategy dhe bie në sy se Partia Demokratike kërkon hetim ndërkombëtar të zgjedhjeve dhe qeveri teknike.